7 km/h në Kosovë nuk na ka ndalë me po intervistë, dosh marrë me mund në Zvicër me Genta Ismailin, njënën për mikeve dhe artisteve tona më të mëdha që i ka krejt Shqiptaria Gent, mirë se gjitha në Zvicër. Mirë se erdha. A ke menu që nuk gjoja, qysh është halli? Po. Po, gëzuar mas pari me ujë rrugove. Po që nuk është fat me bo gëzuar me ujë, po njerëzit e mirë bojnë gëzuar edhe me ujë. Njerëzit e mirë bojnë gëzuar edhe pa ujë hiç. Do bish me gota kështu. Gëzuar Genda. Po mirë. Po blige dashur jemi. Faleminderit shumë. Jena në Zvicër, në cilin qytet kështu saktësisht spedi, po ndoket Argau, nëse në zgaboj. Korrekt. Afër Argau. Asona se spedina ku jena. Po nuk jena të këtujt na. Adem se nuk jena të këtujt, në fakt. Nuk kemi Zvicër. Edhe adem se jemi artistë edhe kemi punë tjera. Neve zakonisht kemi njerëz për rreth të cilët na ndihmojnë edhe na kallëzojnë ku jena, na çojnë dikon. E vërtet. Kështu që andaj edhe ky informacion nuk është edhe shumë i rëndësishëm. Nuk e vërtet. Tregom ku jemi Gent. Vallajnë që me ty bashkë këtu edhe po më duket si ondër në fakt. Do të thonë ke lind në Gjilan, nëse nuk gaboj. Lindun jam në Gjilan, po. Ketu në Amerikë, një kohë. Kur i kom po 2 muaj, jam shku në Amerikë, po. Sabi, që thojnë. Sabi, 2 po. muaj. Atë kujtohet ku je shku? Po. Më kujtohet se kom pa një fotografi e kam. Dë vogël. Në aeroplan e kam një fotografi, bile jam me një kran të i krej flokët. Brush, të janë do konë, kësi. Jo, valla, i shkon asë që tapiratët. Okej, kraon një tapiratës. Okej, so këtu në Amerikë? Në Amerikë kom jetu Shkoja hajde. Shkoja hajde, kom jetu të një kohën. Gjyshi jam ka shku në